Elena, të bëj një pyetje, po gjete do fitosh diçka. Fitoj diçka, do me thënë. Mbas së rrotës, kush është shpika më e madhe në botë? Mendoj që mbas rrotës me njëherë është shpikur gënjeshtra. Bravo, e gjete! Bravo, e gjete! Çfarë kam fituar tani më thuaj? Ti fiton 2 aktorë të mrekullueshëm, Besart Kallaku dhe Erioni Saj! Mirëmbrëma! Sot tek sjelljet me bazë gjinore do të flasim për gënjeshtrën, pra si gënjejnë meshkujt dhe si gënjejnë femrat në rrethana dhe situata të caktuara. Situata e parë, një arsye pse mashkulli mund ta gënjej femrën. Unë jam çuni, jam dushti e goca dhe pret jashtë. Goca pra, goca. Fillojmë. Kanë filluar më gjujnë rrugës, burr. Goca. O zemra, po ti bje shefi telefonit. Mbyllja se e marrë më vonë, mbyllja. Tresi amur e shpirtin. O zemra, prap shefim telefon. Po mbyllja njëri se e marrë më vonë, mbyllja. Se amur e shpirtin. Zemra, shefi ka që mesazh. Thot, ta haj buzën. Ta haj buzën, dhoma 302 ke hoteli si për ditë. Situata tjetër, arsyet pse mund të gënjej një femër mashkullin. Ti këtë radhë do jesh goca, unë do jem çuni. Fillojmë? Ke ble fustan të ritime? Jo, më dhaj shoqje. Pra, thash. Kush e i 300 euro që kisha lënë këtu? Kisha lënë 300 euro këtu unë? I ke lëviz ti? Po, më duket se i kam lëviz unë. Shumë mirë, Po, i kam lëviz. Ku i ke lëviz, ku i ke çut s'këti marrë se Po, më i kam që aty ke Myslim Shyri, dyqani 3 djastas. Si gënjen mashkulli kur ka të dhëna për tradhti, ti e çuni këtë radhë, unë po bëj gocën, jemi në makinën tënde, fillojmë? Po. E kena me timon kratë kundër. Po, e kemi angles. Me timon angles. Fillojmë? Që shkerë parfumi këtu? Parfumi im është mirë? Jo, këtu ku jam ullur unë, që shkerë parfumi? Fol, është shkerë parfumi. Prejta se ta sjaroj unë. Me po me thonë që është parfumi shefit. A më beso? Jo, sigurisht që jo. Vallaj, s'kisha menu rrën tjetër mo, për zotin, s'di që me dhonë. Si gënjen femra në krevat? Jemi në krevat. Po, unë goca. Ti goca, sigurisht. Unë jam çuni. Fillojmë? Ma ka qevi apo s'ma ka qevi? Zgjidhe vetë si dush, se kam problem. Po. Fillojmë? Hami, që kema? Ashtë në mdhem qi koka. Hajtë pra, do bëjmë dashuri. Po mdhem koka, pra. Po mdhem koka. A më mos e kur për dashurit pusho koka, për dalaj që hetë pra hatë që ma. Po mirë pra, hajtë, do dalim blinë e fustar në i gjë. O, që më liroj, hajtë dalim, zemra. Dalim. A dhim të koka një? Po më mdhim dhe po më liroj. Të liroj? Po. Hajtë bëjmë dashuri. Po më dhem koka me mami koka. Si gënjen mashkulli në kushte flagrance, ti çuni, unë goca. Fillojmë? Sa socialitës linës tinës, Që të ka thonë? që të kishim pak e spitali me njonën me kryse, Me gjyshen, për zotin me gjyshen, e kam qurë spital. ashtu, Po. O plerë, me gjyshen ke gjinekologu për shtatzanit pa dëshiruar, Nuk më lidhet, qa si kam thonë, nuk më lidhet për shamet. Hati bëj. Gënjeshtra e femrës në kushte flagrance, ti e goca, unë jam çuni, jetu fol telefon, unë vi më mbrapa. Fillojmë? është këtu. Ha mi motra! Qa thume? Me ka po flet. Jam të fërmi shoqen time, për zotin e Ma jep me i qik. Alo? Me shoqe me zë të trash, Po, për arsye shëndetësore, si ajo Elena ka pi duan qysh 4 vjeqe. Edhe ju ka trash zoni, ju ka busi mëzat. Ashtu, Po, vjeti fol. Alo, motra, në gjok ture, në ri. Në gjok tu me, mos e vrit menjen, se ti zonin me vërte ke trash. Po e di si e kështu me, motra, po ti e,
ju.